Atje në anën e djathtë përtej lumit ndodhet shpella e shumë përfolur për mbi fshatin Baçisht të komunës së Kërçovës, në të cilën tashmë gati një javë grupet e punës në drejtimin e prokurorit të çështjes Ahmed Ahmedi po mundohen të zbardhin misterin për kafkat dhe mbetjet e tjera mortore të gjetura në mjediset e kësaj shpelle e të xhiruara kohë më parë, për herë të parë edhe nga televizioni Art. Në fakt, këto pamje janë bërë sot nga kameramani i televizionit Art dhe njerëzit që po i shikoni janë pjesë e ekipit të përbërë nga antropolog, arkeolog, ekspert të mjekësisë ligjore, të krim teknikës dhe speleolog, të cilët, sikundër mësohet, kanë depërtuar në mjediset e shpellës në një thellësi prej të paktën 150 metrash. Jo zyrtarisht mësohet se krahas kafkave të mëhershme, sot janë gjetur edhe kafka të reja, përfshirë këtu dhe të paktën 3 kafka fëmijësh dhe të një femre, për të cilën thuhet se mund të ketë qenë e moshës 30 deri 40 vjeçe. Burimet e afërta me ekspertët e pranishëm në mjediset e shpellës thonë në kushte anonimiteti se dyshohet se një pjesë e kafkave është futur në shpellë dhe nuk ka shenja se ato, sikundër nënvizohet, mund t'i përkasin ndonjë periudhe historike. Rikujtojmë se dyshimet e para të speleologëve italian të para 2 javëve e flisnin se kafkat dhe mbetjet mortore janë të sjellura nga uji në shpellë dhe dyshimi tjetër i tyre ishte se mund të jetë fjala për një varrezë masive. Muslim Musliu nga qendra memoriale nëna shqiptare në Kërçovë thot për televizionin ton se Këshilli Komunal për të zhdukurit nga lufta e parë dhe e dytë botërore kërkon nga prokurori i çështjes dhe institucionet të tjera të shtetit zbardhjen e misterit që mbulon mbetjet mortore të gjetura në mjediset e shpellës tashmë të shumë përfolur. Ne jemi angazhuar me rastin e të gjithë njerëzve të humbur deri më tani dhe kemi ditur që edhe më herët këto njerëz nuk kanë varreza në vendet ku ne kemi menduar se janë. Për këtë arsye ne bëjmë apel deri te institucionet, në rastin konkret deri te prokuroria publike, që këto raste të zbardhen sa më parë dhe i lusim të gjithë ato të cilët kanë njohuri në lidhje me vendet, sidomos te shpella kafka e shpellave, siç quhet, që në një farë mënyre të kontribuojnë në informacionet që ne dhe të gjithë qytetarët i dinë njerëzit e tyre të cilët i kanë të humbur ose të zhdukur. Nga prokuroria themelore negosivare dhe mëtej nuk ka hollësi për hetimet e deritashme një javore. Sidoqoftë pritet se ditëve të ardhshme prokurori i çështjes do të duhej të bënte publike gjetjet e para. Aq më tepër pasi, sikundër thuhet, çështja është tepër e ndjeshme. Zaten ndonjë motiv tjetër, pse jo dhe ndjeshmëria, duhet të jetë arsyeja përse për kaq vite e vërteta për kafkat e gjetura në shpellën përmbi Baçisht të Kërçovës ka mbetur e heshtur.